Le të ketë kujdes ai I cili flet. Le të ketë kujdes ai I cili shpif. Le të ketë kujdes ai I cili akuzon në nderin e dikujt prej besimtarve, duke e ditur që nuk është e vërtet për qëllime dynjaje. Le të ketë kujdes nga duaja të pafajshmit, nga se ka mundësi që Allahu Azza wa Jalla pranon atë dua dhe kthehet rreziku I madh dhe kthehet dënimi duke qenë në dynja. Sadi radiallahu anhu I ngriti duar, ja Rabb, nëse ky njeri shpif me qëllim zgjatja jetën ati, shtoja fukarallëkun ati dhe mundsoja që të bjerë në fitnë. Subhanallah. Ditë Sadi radiallahu anhu kaluan sahabe, gjenerata e tabiinve. Tabiinët e pan këtë njeri duke u sillur vërdall rrugve. E pan atë, e kishin mbuluar në sytë e tij, I kishin ra vetullat. Ishte plak shumë. Allahu ja kishte zgjat jetën shumë. Ja kishte shtuar fukarallëkun. Çka bante në atë kohë? I provokonte vajzat e reja duke kaluar rrugës. I thonin, çka u bë me ty? Çka është kjo gjendje? Thonte, më ka goditur duaja e Sadit.